Studiuesi dhe publicisti Daud Dauti, në një shkrim të tij përshkruan një rajon prallor të Stambollit, Arnavutkoj, që në Shqip i bie fshati shqiptar. Ky fshat mban këtë emër që nga viti 1468, por që nuk u sundua gjatë nga shqiptarët, sepse ndodhi një asimilim jo i rëndom, por që thyen mitet se gjoja poshtimi otoman e mbrojti shqiptarin nga asimilimi. Në fakt, në qendrën e re të perandorisë otomane, në qendrën e Islamit, shqiptari, musliman e katolik, u bë grek. Fshati shqiptar Arnavutkoj, një histori e çuditshme e asimilimit të shqiptarëve në Stamboll. Kur e vizitoi Arnavutkojin, fshatin shqiptar, gjëja e parë që e vëreni është prestigjoziteti i këtij vendbanimi, që gjendet në brigjet e Bosforit, në pjesën evropiane të Stambollit. Arnavutkoj është një vend i bukur që mund të përshkruhet si prallor ose që ekziston vetëm në ëndra. Poshtë shtëpive të bukura dhe restoranteve luksoze dhe të zakonshme që kryesisht shërbejnë specialitete të peshkut, aty gjendet dhe Robert Colleg, një shkollë amerikane me romnene të larta që është hapur në 1863. Duhet theksuar se në këtë shkollë kanë studiuar shumë rilinda si tanë. Vendbanimi është themeluar në shekullin e 4 deri nga grek dhe është quajtur Hestai, por më vonë dhe Promotu dhe Anaplus. Emrin e tanishëm Arnavutkoj e mori në 1468, 6 vite pas pushtimit të Stambollit, i cili deri atëherë quhej Konstantinopoj nga perandoria otomane, e cila aty solli një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve. Me ardhjen e shqiptarëve, shumica musliman, por kishte edhe të krishterë, gjërat ndryshuan. Shqiptarët morën vendbanimin në dorë, por e përsia e tyre nuk zgjati shumë dhe brenda një shekulli shqiptarët u shkrinë në grek dhe të gjithë u bën pjesë të kishës ortodokse greke. Kamizi i shekullit të 17, Evlia Çelebi e përshkruan Arnavutkojin si një vendbanim të lakmueshëm me shtëpi të bukura dhe plot pemishte dhe vreshta, të cilat ishin pronë të grekëve dhe hebrejve. Muslimanët kishin rënë në minoritet të parëndësishëm dhe vendbanimi nuk ishte asnjë xhami. Në shekullin e 18, Arnavutkoj, pas shekullit të 18, vendi gradualisht popullohet me armen, të cilët deri në luftën e parë botërore kanë dominuar ndaj grekëve. Me fjalë tjera, Arnavutkoj, një vendbanim me emër të shqiptarëve, vetëm për një kohë të shkurtër ka qenë ashtu siç e përshkruan emri. Ky është një rast i cili tregon për një segment asimilimi të shqiptarëve, por shqiptarët në këtë rast janë asimiluar në grek dhe jo në turq, shkruan Dauti.